rreth 30 minuta më parë është njoftuar edhe se ish kryeministri i Shqipërisë, zoti Fatos Nano, ka ndruar jetë. Ai qëndroi për rreth 22 ditë, i shtruar në shërbimin intensiv në një prej spitaleve private të kryeqytetit, pasi pësoi arrest kardiorespirator në Banesë. Duhet thënë që në momentin e parë që është njoftuar nga familjarët e tij, pra në datën 8 tetor, për arrestin kardiorespirator, autoambulanca dhe ekipi mjekësor ka shkuar menjëherë në banesën e zotit Nano, ku ka mundur vetëm ta intuboj dhe të rikthej funksionin jetësor të zemrës, por pa i rikthyer atë të trurit. Gjë që më pas ka pasuar edhe në një gjendje kome prej 21 ditësh në terapinë intensive. Pas gjithë përpjekjeve që ka bërë ekipi mjekësor dhe ekipet multidisciplinare për ta mbajtur në jetë dhe për të rikthyer funksionin e trurit, ashtu siç edhe mjekët kanë deklaruar më herët, rizgjimi i tij ishte i pamundur dhe përpasoi në mesditën e sotme për rreth orës 14 zoti Nano e ka humbur përfundimisht betejën e tij me jetën duke ndruar jetë.